podcast është vetëm për të rritur. Pika më me energji në Berat është Në qark. Maja e Kalas, sipër, lidhet direkt siç e dini dhe nga Naza, që mos t'i them unë. Siç e dini dhe nga Naza. Çfarë di rusisht, ja po them një vjersh të vogël. Ere bjata. Stanje mbriad. Ky është një paralajmërim për të gjithë të quesit tanë. Që do thotë janë fëmijë, blidhuni në radhë, ne të gjithë do shkojmë në festë, në parad. Hey people. U shkryp. Se do të se do të mega të origjinal. Qesh në rrugë si çmendur. Ti ndonjëherë në orgazm. Ku shkoj kjo më vetëm? Efekte ansore ka plot, nuk janë fare të rolla fare. Si ton të mali me groba, unë atë bilegi kolege që ju njëfti, aty kam bje energji shumë negative. Dhe çfarë ka atje? Mendoj se kam mbeti astrale. Mbeti Australia. Kujdes, kjo krijon varësi. Rekordman 1 2 3. Po ku je për të njesha të mirë, ka një shprehje propri thot njesha të mirë. Po të njesha të mirë. Ta njesh të mirë, domethënë ai sport do. Po të njesha të mirë ke brina. Ja ma, se dhe jam njesha të mirë aq. Nuk është se ka nevojë për ta zgjat. Pas e ke shprehje tjetër profe. Duket se është si gay kjo si shprehje, por nuk është gay flas. Shumë i thuj çunë shumë njesha të mirë, e mira aty për shembull është një vagina, e kupton? Po, ta njesh të mirë. Edhe ti për shembull që ndodhesh midis atij dhe një vajze dhe shtyn atë gocën, domethënë ta njesh të mirë. Po, ta njesh të mirë. Shtyn shumë me shko se është dele mirë thoj. Po si ke të shprehjen tjetër për ke dhe një proces. Si më breshkë shitet erdhi dita, apo jo? Jo, sa bukur. Jo ke atë Irani që i motrën. Për Iranin atë ke kështu të bukur. Irani që i motrën. Po se ke ti. E kam unë. Ti ke. Si vazhdo? Si vazhdo të. Rështo video. Sot do kthehemi fatkeqësisht pa të madhin Ray Beka. Do kthehemi ke Florgjini plako. Florgjini ka një pyetje për të bërë. Si fillim. Okej, ke misionin tim. Si fillim namaste. Namaste, si fillim. Ai namaste dikur. Namaste. Jo namaste. Cila është pika më me energji në Berat? Pika më me energji në Berat është Në qark. Maja e Kalas, sipër, lidhet direkt siç e dini dhe nga Naza, që mos t'i them unë. Siç e dini dhe nga Naza. Naza. Koka Kalas. Koka. Siç e di, është Koka Kalas dhe siç e dini dhe nga Naza është Maritomor. Janë, nuk e ke lexuar te Naza se çfarë është Maritomori? Jo. Ka mundsi. S'ka mundsi të ke lexuar te Naza. Çfarë është Maritomori, që është vendi që nisën raketat? Jo, nuk ka mundsi të jeton kjo. Në shpellin po zgurit. Kur i thotë o Florgjin, se zot ashaj, po e sham, po pa e shartë, ai thotë, "Mama o Florgjin." Ja se o pilla rops. Florgjin i mos. Mama ti Florgjin. Po më vërtet, çfarë thotë Unaza për real people. Po, nuk e di atë. Real people. Po s'ka mundsi, mos e ke zbuluar. Çfarë është? Çfarë? Po la hapi Google dhe unë nuk do flas. Jo, ma thuaj ti. Jo, unë nuk ta them sepse lexoja atje. Po ma thuaj për. Po ma thuaj, u sa them se s'di me lexoja atje. Unë nuk ta them po sepse lexoja atje. Po pse s'ma thon ti sa ta lexoj unë? Jo, lexoj atje. Po ku atje? Ku ta mam atje? Ku e ka Naza? Ku e ka shkruar Naza? Shkruaj këtë që të tre vënë lexoje. Mos shkruaj asgjë tjetër. Edhe flasim bashkë. Naza Maritomorrit. Ati që vi telefonin Florgjinit edhe kam telefonin në dorë. Apo lexoni mesazh. E thotë, "Ma lexoj, jemi në rregull." Jo më ndau. Kjo është se kështu si, jemi në rregull bashkë. Lexove, po, Lexove, e pe çfarë është?
Që nga pikat më energjike në botë, në glob. Hey people, për më shumë video si këto. Është një nga pikat më energjike në glob, ma e të morit, si pas NASA-s. Sipas NASA-s, po kush është NASA në fund ditës apo jo, bro? Nuk e di, NASA është ajo agjencia e Amerikës për, po kush është NASA? Është pyetja. Po, NASA. Di unë kush është NASA. NASA është departamenti i NASA-s, po sekret. Alish Verish. NASA. Po kush ishte ky djali? Apo Ishte grua. Nice. ishte gru, po si ngatrojnë këto. Këto që me Flor gjinia, nuk e di gjinit që ngatroj gjithmonë. Nuk e ka imi Mary Gjini. Në gjë fjallë. Që ka jama. Si ka Mergjini? Mary. Mergjini. Qa thua më, Mergjini është mbi emri, kanë njëri mbi emri. Ka shku ka marrë halën beqare. Ka shku ka marrë ndërris halën. Qa bëdhe? Gjë. Ti, a nuk shkon do tani në një pikë të Tiranës, ja te liçeni i Tiranës. Mbylli sytë dhe hajde vemi bashkë. Para 3 ditë shisha atje. Po Në si mbyllur apo hapur? Hapis. Tu kanë kapur duart një tjetër dhe kanë mbyllur sytë të dy. Hapi sytë ta kjo tani këtë të gjë. Po. Shkuan janë berat tu, po shkuan direkt në Tiranë. Po shkon ke liçeni, drejt. Me anë të energjisë, ja gjë. Me anë të fantazisë. Tani, a kaq. Flori, vajte? Ka i shpejt? Vajte ti? Më qove ti? Unë të qova, po ti vajte, lërë se çfarë bëra unë. Jo, nuk vajta. Nuk vajte do tas me mendje, nuk. Ja ta provojmë me njërë. Ska i tash. Vajte pra. Shko te një vend që ti ke një ndjesi tënde, ku ke bërë puthjen e parë me të dashur. Çfarë dhe? Se ajo, në qoftë se ti nuk të vjen dhe kjo ndjesi, pastaj. Hey people, për më shumë video. Me veshë, ciklet Florgjini. E bukur ishte plako, e bukur. Do të thënë nëpërmjet mendimit dhe imagjinatës ai mund të shkojë direkt në liçen. Po. Edhe Dite pastaj që rusisht këtë bërë, shkoj si të Çfarë din rusisht, ja po them një vjesht të vogël. E rebiata. Stanje mbrjad. Po pse një person që di pak rusisht ose di një gjuhë të huaj, pak nga ajo gjuhë huaj, dhe thot vjeshtën e gjuhë. Do të përzërisi fjalët gjithkohën dhe zezi ku Po sikur ditë e rrjedh shumë po sti njeriu bre, sikur ta dinte rrjedh shumë na tregoj një Stani Moris. Stani gradi. Instalini. Instaloni kondicioner. Dite pak indiançe. Po, dite që indiançe. Po çfarë di për shkak kohë. Raskapuri. Raskapuri. Nuk e di se çfarë pruri, po. Raskapur, hajde si vetur. Misri. Futën kaniste, po. Po. Edhe kjo. Nisë gjë. Kjo, ka të vërtetë. Si na praznik, në parad. Që do thotë janë fëmijë, blidhuni në radhë, ne të gjithë do shkojmë në fest, në parad. Hey people. U shkrip. Se do të qesh. Se do të megët Florgjine për nga kjo. Nëse ishte dhe me kuptim vjesha. Ishte shumë. Po, ti ve. Lidhë me një të shabjerë që jam mësu. Jam mësu një pjesë që mësohet në klasë 4 blako. Po, Enveri, çfarë energjie kishte? Enveri ishte një njeri i pa shkollë, ishte një hipnotizues. Ka patur energji? Patur energji Enveri. E kupton sa po është pa shkollë, ai dha informacion më të rëndësishëm. I pa shkollë, por hipnotizues. Ka pas energji? Energji ka pas. A ka ken priz? Me dal i moment njëtë. Merë një intervistë të tij. Dhe pyet a ka pas Enveri energji o Florgjini? Në dhimbësh në këtë moment. Po nëse forca Flor. S'ka faj. Energji. Ka pas apo s'ka pas? Përderisa mblidte populli rreth e qark vetes, pse mos e themi që kishte energji hipnotike, e cila më shumë i ka bërë dëm këtij populli, që i ka vajtur. Po, kjo është vërtet. Kjo është për të qesh. Florgjini po të qesh.
Jo, kjo s'është fare për të qenë. Jo, s'është për të qenë. Kaluar ti ndonjëherë në orgazm? Pyeta ti plak. Ku shkoj kjo më vete për? Po pyet njëri Ku e që nisën ku e vetizën e për? Apo ti s'kaloj njëra, që bëhet dhe? është intervistë Kush tjetër Florgjini? me njëri që është 70 vjeç. Ju ngrep Florgjini tash apo çfarë? Ah, tjetër, që ka Është tjetër. tjetër kjo, po kjo është 70 Ah, vjeç. që ka tjetër, që ka tjetër. Ke kaluar ti ndonjëherë në orgazm? Gjithmonë. Sa kam qenë me burrin jo. Vonë jam ndjer grua. Shi, po si nis Gjithmonë. Florgjini këto pyetje, më jo sa e fuqishëm jesh, më njëse njerëz vërtetë po. E kalon njëherë në orgazm? Po. Gjithmonë. Po me Gjithmonë. burrin jo, do të thënë jo Burrin gjithmonë. asnjëherë. A do të thënë jo gjithmonë, do vëmë. Do të thënë gjithmonë mas burrit flasim, se para burrit kam qenë asnjëherë. Aha. Po, drejt. Nëse. Florgjini që thotë, s'është lehtë. Kalosh në orgazm nga byt. Po mirë, po si nis këto diskutime të gjithë marrin intervistë, ëh? Se neve kemi pas nevojë shumë si jo. Si kjo plaka ta kemi në podcast si flasë për jetë. Po, si është kjo plaka tani me që jetin. I ka dhëmbë të ngoje për kështu pik. Ndëmët i ka, po, më shikoj çik. Na, shiq. Se kanë dalë të dy. Nuk e di domethënë. Prit, po më çon foton në plakën. Po. Qeci Ilir Brenozi. Fix, gjë. Mos burri tim jot. Me burrin jo kur. Me burrin ishte kujtonja se të gjitha femrat vuajnë. Shumë vonë jam bërë grua. Që kam ndjer, gjën më të mrekullueshme që jep Zoti. Hey people, për më shumë video si këto, ju ftoj të Nëse. Mi gjen Florgjini, si i Ka rekruton. qenë dashuri me Jo, ka qenë eksperiencë, ka qenë eksperiencë shumë e shëmtuar. Vërtet? E keqe. Pse? Unë duhet kisha vdekur atëre. I kam shkruar gjitha këto. I kam shkruar në ditarin tim. Kisha vdekur. Se nuk dishim dhe mua më plasi hemorragji. Do kisha vdekur atëre. Ka dash Zoti dhe Ku ka lënë vazhdim. kish vet me padjetina. Nuk e di domethënë, po pas ka qenë një situatë të mërshme domethënë. Të mëshme, po gjithë si me burrën e parë dhe kjo situatë të mëshme. Po. Ishte të vdek me dhe burrën, që e jetë makabre. Po jo, më të... Nuk e qaj bon. Florgjini mos Iftuar, mos vdesh kur, Florgjini mos vdesh kur. Iftuar tek një televizion tjetër kombëtar, një person tjetër. Pra ka vende në Shqipëri që nuk duhet të shkelesh, nuk duhet të shkosh, për shkak të energjisë së përshëndruar negative që mund gjesh. Të them të drejtën, unë personalisht ke zonat e dajtit, në sezon Ke zonat e dajtit e gjithë problemi. Po këtë presionin atmosferik të nduke se i qenë energji, plak, e vëshu shonë në mjitër lartë dhe filloj të blogojë veshët. Se lidhe gjithmonë me malet. Energjia të ndodhë. Energji negative, plako, që në lidhë atë. Ke malet. dajtit që i thonë të mali me groba, unë atje bilega thonë të një kolege që ju e njëfti, atje kam të energji shumë negative. Se çfarë ka atje? Mendoj se kam mbetja astrale. Mbetja astrale. Dhe Më pak menstruale. Kam mbetja astrale. Mbetja astrale. Më sheme një dhe. Këto është të gropa që në hapë shumë dhe të tjë. Ky që mbetja astrale, në fakt është mbetja anale. I thotë në që dhjesë në ropë të neptja. Shkojmë që më aty, s'ka banjë. Vërda dhjesë, kam mbetja anale ande. Po nga e kuptohet që jepit gazetari, nga e kuptohet që janë mbetje nga era vjen shumë erë. Si i veze prishur. Nuk talojnë do të gjithë. Është era të mamë si era si mutin ejte. Kjo që shkëbët, kur ze mutin që bëhet pal, si i themi ne, ze mutin. Si i themi ne, mbetja astrale. Si themi ne,
Në shkencëtarët se ju njerëzit e thjesht meditoni se muti. Kanë ndërja sal. Ai thot, kishit pak kishit vetë astrale duke bërë televizionin. Kishte pak po jo si ke mali me gropa. Pak. Shumë pak. Nuk asgjë krahasim me malin e Darit. Kishte aty pak ndoshta pastruesi s'ka vënë mirë, po. Jo. S'ka pastruar mbetin as. Nuk ka lidhje se këtu ke vështirë pagun ato sanitarët vinë pastrojnë e bëjnë nxitse. I heqin gjithë mbetet. Ku shkoj atje, gjithë i majt. Ska sanitar atje. Ska. Atje mulo grop, po pranë ke qetë gropa ka qenë. Rjesin rrop plago, edhe hapin një grop si qen. Vetëm se nuk e mulojnë apo. Edhe pranë ashtu si me gropa, po ta vesh re. Interesant. Po ky vazhdon apo jo nuk e. Sa më thon. Astrale forma fantasmash, që thuhet që janë viktimave të Dagur, kur mendoj se nuk kam bë burja ku di një rjugën. Po ç'është kjo më bën? Fantazma. Ka doli fantazma mes. Po se janë mbetit astrale. Po Dikush i bën këto mbetje astrale. Dikush ka vdekur. I bën fantazma. Po dikush e ka vdekur burr. Për ti thua mund fantazma është mbetje astrale. Duket sikur janë gjithë njerëzit të varrosin në varreza, po dikush edhe ka vdekur atë. Po ka vdekur duke bërë mbetje astrale. Nëse gjë, periudhës diktatoriale. E kanë dhënë realisht, se kanë qenë atje. Po çe kur thotë e kam dhënë realisht, deri tani po gjen. Realisht. E kam dhënë realisht, a? E ke dhënë realisht? Unë thashë se deri tani ishte se ti s'ka. Ja të jap edhe një provë. Shite, sa herë që përmend shisin bëhet miçi kokë. Jam prova të astrale. Prova pa kundërshtueshme. Po shihesi bëhet miçi. Tash nuk duket domethënë sepse është jo, duket se jo, varet. Fikë kondicionerin? Fikë kondicionerin vetë pa. Jo, se fikë në kondicionerin, po çfarë të thonë? Po, e vërtetë astrale, nëse gjë. Përse ndjen si, domethënë ndjen si entitete. Si forma njerëzore, po e tamam, dhe si një grumbull ose si një. E kuptoj çfarë fjalë. Si forma njerëzore, por jo tamam, është si një grumbull. Jo tamam. Si ta shpjegoj, domethënë unë shoh shumë gjëra plak po zi, kurse zoti ka dhënë vetëm 4 klasë, po them, vafi qipi. Tani si do ja shpjegoj unë ti gazetare? Po, e drejtë. Ose njerëzimit. Se zi. Zoti ka gjë të jep informacionin, por nuk ndihmon me si ta shpjegosh. Ka të keqe. Nuk të ndihmon në arsimon, nuk të ndihmon plagë që të shkollohesh apo që të bërë sa zgjidhje që kur të bish shumë të dalësh edhe të japësh argument. Jo. Po, fare. Nëse mizerabël. Shkure që vjen si hije. I ndjen si energji, ndjesh i pirë. Gojdhëna nga banorët e zonës? Po patjetër që do ketë. Unë po të flas për Ora ka, patjetër që do ketë. Jo, nuk e di ka, po patjetër që do ketë. Unë këtë se kam provuar realisht, po. Patjetër që ka. I gojdhëm shembull që e di unë herë, edhe ky thotë i gojdhëm. Kush e ka thënë këtë kanë fshatarët? Jo, kam thënë unë këtë. Po se thon ti. Këtë gojdhën e di unë dhe kam thënë vetëm unë. Po, nuk e di. Se di. I fshatar që e njoh vetëm unë, po, është i fshatar që e njoh vetëm unë, po ai nuk jeton më. Jo, ai s'është e ka vdekur. Po, vdish pardje. Ku vdish? Çaj vdish. Ishte motor me Tan Brown. Po Tan çfarë bën ai tani? Se marr vesh. Dublon më apo jo? Ti kur thu plagë për shkak. Isha ku ishe mbram? Isha me Tan Brown. Mbram me Tan Brown, po par mbram? Me Tan par mbram. Tan Brown, ja, është ikon. Kudo që del me ato veshjet me ato. Nuk e di, kam ndjekës që më çojnë këtu në TikTok vetëm veshjet e Tanit. Stil, mod. Është po Tan Brown plagë. I thash një biles grus për plisë për mode për gjithë, tha. Mama tha që ke pas një xhaketë kështu allasoj, edhe është ato xhaketa që kanë pas vetëm unë në Tiranë dhe e Tan Brown. Tan Brown, po. Nëse për të kuptuar se sa e veçantë ishte. Po. Dëgjojmë që këtë okultisti. Çfarë thonë? Eksperiencë personale, ndjen. Po do ju të mos të arrin deri në orët e vona. Po të flasë për diçka që është pasaj mund keq shumë. Vetë bëhet me ragnon. Mund të jenë vendet ku kam tek njerëz se ndoshta që mund të kenë këto vende dhe persekutimet pasi ka ngele energjia vuajtjes. A ngelet në formë eterike, një aspekt. Ngel në formë eterike.
Eterike, shumë fjalë që si kuptoj plasa, ignorant ndihen kur dalin këto kokët edhe plasin. Si nuk marrë vesh fare, nëse. Po janë në formë, ngelen në formë eterike. Eterike, do të si ta shpjegoj. Nese, çka kemi tjetër? Ishte moshë re këtë djalë, duket që ishte kështu. Po, ishte moshë shumë re, për zotë. Marmaqi. Po, njerëzit s'kan bukë të hanë, tjerë ma në bën trajnime motivuese. Po, e ke në rregull, se ke provu ndonjëherë çdo më thon të vuash për bukën e gojës. Rjolla që bëjnë ai humor, ai aktrim, dhe moralin për jetën. Është normal. Unë kam thënë se tjerët nuk kanë bukë të hanë, edhe prandaj unë nuk duhet të flas në për trajnime motivimi, për sukses dhe për lumturi. Është e cila sekrete e atyre që më ndjekin dhe nuk më duan. Pak el në çdo gjë që bëj unë. Më ndodh një gjë vazhdimisht. Sa që unë bëj diçka, më dalin kundra. Më dolën kundra kur unë fillova të këndoj, kur bëra emisionin e parë, kur bëra filmat e mi të parë, kur bëra trajnimet etj. Po çka ka të veçantë Erman Mamaçi që ai mbi jeton sfidave. Çka no gjë. Jo, erdha. Jo, desha me thënë për Erman Mamaçin, ju që doni më shkruani për trajnime, shihni një herë Ferma Vigo por të shihni kështu si, si prototip. Si proto. Edhe thua pastaj, pse vërtet ky kur jep një mendim, gjë e parë fare. Atë Arbana, çka ke më kartë të so. Është gjithmonë personazh. Po çfarë personazhi është kur i shpifur? Pse nuk zgjedh i personazh interesant? Apo jam unë që urrej si personazh. Nëse. Futu je ke Ferma të lutem, pasi, S'kam pa fare Ferma se do ta kishësh desha fut tash. Kam i tjetër, një të ftuar tjetër. Qofse njerëzit kanë ascendent, domethënë momentin kur ata kanë lindur, ascendent quhet kur je, është horizonti, në lindje është një shenjë, edhe lind një beb. Në lindje është për shembull shenja e binjakëve. Ky bebi do ketë ascendentin binjakët për gjithë jetën. Ky bebi do ketë ascendentin binjakët për gjithë jetën. Dhe në fakt shqipja sa bukur e ka shqipja, sepse kjo astrologjia vedike përdoren nga shqiptarët e lashtë pëllaz. Është shumë e lashtë dhe është e pakohë, është e vërtet në të gjitha kohrat. Dhe në shqip themi kur lind një njeri themi lindi. Nuk themi perëndimi ose jugu. Themi lindi. Qa ma beti që nuk themi perëndi ose ju apo veriu. Po që themi lindi. Po pse nga lindjelli apo jo? Lindi. Po dielli çfarë voni lindi? Nuk themi perëndoj kur lind. Po tjetër më bë. Nëse çfarë lindi ti bën? E forta është që thjesht është gjua jon plagë që i thot diellit lind, se dikush i thot ndryshe, kupton? Por jo. Kjo e quhen në tash po si thon lindjes diellit në rusisht do të dia atë plakën që se kanë. Njësoj në shqip i thon edhe këto që ka turqit plaku, njësoj kanë lindjen e diellit. Si lindjen e fëmijës, si lindjen e njeriu, si lindjen e diellit njësoj. Jemi njësoj si turqit. Sepse shenja në lindje, shenja që është në lindje është personaliteti i tij që do ta ketë gjithë jetën. Po tani, si ta pone se i bie që ne nuk e dim ascendentin që kemi. Apo jo? Po ja, ta gjej unë tani për çfarë duan astrologët vedik. Ma gjej të lutem, ma gjej. Po si do të gjej? Duhet patjetër orari i lindjes së saktë, sepse kjo është ashtu gjë. Po e kam unë orarin. E kjo orarin pa problem ta gjej unë kur mbaroj emisionin, ma dërgoj. Ama do gjeja se vdishem se po them vetëm si akrep nuk duket, është shumë i butë o Afrodit. Shkrisa që flet për atë. Për kush është akrep? Tieri akrep? Tieri. Akrep tieri. Është shumë i butë për akrep. Është shumë i butë për akrep, atë thotë ajo, është shumë i butë si. Ja, shumë e drejtë. Shive çfarë ka. Do jetë çka kanë shenjë kështu të butë. Binjakët apo se di. Vetëm nga fore. Mund të ketë një fore ngordha. Ka fore me siguri. Do ta gjejmë. Do ta rregulloj. Në rregull. Mirë. Ato që po themi këtu janë në përgjithësi për gjithë ascendentët. Mirë, po ka dhe planetë të tjerë në çdo. Kush është ascendenti?
Mbi ascendent. Ja, ku di që unë pra, ose di ku kanë lindur. S'di ku ke lindë apo kur ke lindë? Pas gjë s'di. Apo kuher. Imagjino kur erdhëm këtej në perëndim, pashi këto kolegët e mi këtu në punë kishin foto të vjetra të nonës vet me ngjyra. Të thua. Imagjino viteve 70, gjitha foto me ngjyra. O qërë. Ti ta gjim të mua. Po ne kemi ascendent me ngjyra. Ne kemi po, ascendent binjak, për shembull, siç tha kjo. Si rrezikun binjak jam. Se di çfarë jam, po besoj se binjak jam. Bineq dhe ose bineq. Kokra bineqit. Kota bineqit bre, tashi kemi për mu. Një person plako, se që janë shtuar kohët e fundit të njerëzit crypto boys plako, çuna që të ndihmojnë të bësh forex. Dhe forex ndryshimin e valutës, exchange-it dhe shisjes së floririt. Dhe njëri nga këta është ky djali tani, dhe i ka shkruar dikush plako, një gjë i ka thënë, po si ka mundësi thotë ke bë miliona dhe ke nerva mu marr me kurse me shit robota s'ka sens. A kupton? Pra dikush i thotë ti ke gjë normal. Ja, do i përgjigje ky. Çe ka thonë? Kursin e kam falas, e ke te visionfx.cc, edhe ti përgjigjen pyetjes tate është, unë sinqerisht nuk e kuptoj këtë lloj logjike, valla, ti nga kush do të mësosh? Nga njëri që Zëvërvoki është kjo? Jo. Po çfarë zëri soi si Zëvërvoki? Po zemër molli. Zëvërvoki pa vdekshëm. Pa vdekshëm atë filmin. Ti thotë që ti nga do të mësosh thotë, se s'kuptoj, do të mësosh nga më të mirët apo kot. Ai po e pyet pse ti merr miliona të vazhdoj jetën e plaksh? Pse duhet më na mësoj ne të tjerëve për shkak? Do mësosh nga Agai apo nga Fakiri? Nga vllai i madh apo nga konkurrenti? Apo nga bytçiri i vogël? Apo si shkollari i vogël që s'ka shanse të fut në atë emision. Po. Me çfarë do mësosh? Leja për të shih. Është suksesshëm dhe ka bë lek, me që do ta marrë shumë në këtë lloj prizmi, që të mësoj ty se si të bësh lek, apo na njerëz që s'ka bë lek valla. Se është pa sens, domethënë, është si në universitet që të mëson profesori për menaxhim biznesi, s'ka menaxhuar në biznes jetën vet. Prandaj dështojnë gjithë studentët e vet për menaxhim biznesi, se mëson vetëm teoria. Nuk mëson ai çka ka kalu vet në biznes. Në biznes. Në biznes multimilion dollar. Prandaj, nëse unë jam afër për diçka dhe kam multimilion dollar. Multimilion dollar. A kuptoj. Nëse më gjera ke bizneset, do të them një kuriozitet që po dëgjoj. Jo, është interesante se ka filluar ajo agjencia shqiptare që ka jets, private jets në Shqipëri. Edhe aty s'ka ngel njëri plaku që kur pa bë një reklam. Ka qenë Dea Michel, ka qenë Francesca Morati, ka qenë Gjibani ka qenë. Jo, s'ka qenë akoma. Okay. Ka qenë dhe ky çuni plako dhe ç'a bëjnë hypin aty, nuk e në disa raste nuk hypin fare. Mr. Elvis ka qenë. Rudi, e qenë Rudi. Jo, s'ka qenë. Kush i futi këto gocat, gocat i futi Rudi. Nice. Ky plako ka qenë, po ka qenë në moment që nuk ky avioni nuk po ecë, thjesht ky shkoi aty bënë ca foto si këto crypto boys, e që un kam lek për fund. Por realisht nuk është se nuk e kena pa në ecje, domethënë le të themi. A kupton? Okej. Do të ama nesër sa ai bëhet reklama dhe që dukesh. Jo, po mendoj që këto çuna s'kan lekë plak, se të kishin lekë këto çunat, edhe brim me bythës dhe i shifshe këty në plak. Do të mendoti sikur këto çunat plak që merren me këto gjëra, të kishin supozojmë 10 vila, lek pafund, femra kudo, avion privat, ku dëgjon makinat te ande ose orat shtrenjta, ku dëgjon çdo gjë që mund të hapesh bythësh. E mendonti që ai Instagrami do rritë pa pushu? Do bëte në herë pushim me ajo posti? Se mendoj dot. Që këtu do. E njëjta gjë shkon edhe për Armalin. Armali për shkak nuk është se është i varfër, por nëse Armali do ishte super i suksesshëm plako, nuk do bëte ato pushimet e qelura në Turqi. E kupton? Në Bodrum. Në Bodrum, rrihet Bodrum o plak, del robi çik në Bodrum, shef ç'a bëhet, e kupton? Po çifsha i lajm për atë për nërën e OnlyFans. Edhe ky tipi si njëri normal, profe? Po.
Nuk ishte fare dilte në për intervista. Nuk e njihte njëri fare, as merrshë vesh as ku jetonte, as e gjë fare. Ti ishte shqiptar, dhe ishte duke marrë. Ishte ke bërë fëziu. Ishte shumë interesant fakti edhe po jepte se si kishe pas historinë e gjitha përfitimeve financiare vit për vit. Tani kishte më shumë fitim se sa gjatë Covidit. Do të thënë ishte piko fare, kishte arrit 7 bilion në një viti. Edhe mashin nga 40 veta, punonin 40 veta atje. Edhe thash imagjino çfarë gjeniu ky, domethënë. Tash edhe pa dashje, se një pasuri që vetëm është e çuditshme plagë, po ta kam thënë një herë që e kam mend që ka pasjen ai hoteli që është bërë kur del në arena si një gjë kështu si e vjetër me statuja të vjetra, kupton, dhe gjithë thoshin kush e ka këtë, kush është ai pronari i kësaj, a më? Kushdo që ecën në autostradën Tiranë-Durrës para se të futej në dalja e aeroportit, gjithmonë është ai hoteli aty plagë, vëzësh? Amadeus si e ka emrin. Dhe doli pronari plak më në fund, pasi ka marrë gjithçka, doli pronari se shkon Blend Fevziu atje dhe Blend Fevziu takon specifikisht pronarin, domethënë jo një përfaqësues të kompanisë, se ai besoi që është milioner, e kupton? E njëjta gjë kemi fol për Berat Buzhalën ose Blend Fevziu ka shku në Green Coast, kanë taku Zamir Manen, pra nuk është se del një përfaqësues, pra dalin vet këta, e kupton? Domethënë ti duhet ta shohësh se kush është pronari. Ti duhet ta dish që ky është ai që e bën, e kupton? Pra është një show mediatik. Domethënë gjithë vdesin, domethënë nuk ka rëndësi sa lek ke, po nuk tregove që i ke ti, nuk kanë vlerë për shqiptarët flasim. Tashi, po jepë një vil plaku diku në plazh në Durrës, një vil e bërë moderne, dhe thoshin 4 milion euro. Kjo vila shite. Tashi 4 milion euro plaku, po u futa në Majorka plaku me pas sa janë vilat, e kupton, vilë me pishin, po flasim vila jo të lira në kuptimin, jo vila që kanë nevojë për i dorë, se mund të blej edhe vila 1 milionçe dhe i huthi 700 i 500. Po flasim vila të bëme gati, po. Gati. Po, gati që të hysh dhe të thush ja rob nice mobilume, çdo gjë perfekt, pishin, pamje, çdo gjë. Në Majorka, 2 milion, 2.2. E kupton, 1.8, 1.6 të plak. Tani llogarit ti të bleshi vilti plak, 2 milion tjera i fut në investim. Çfarë jetë mund të bësh me 4 milion, ndërkohë që ky të kërkohet mund mes të plazhit Durrësit me pa infrastrukturë, pa asnjë gjë aty, domethënë, ose më mirë themi, jo infrastruktura e Majorkës, se aty infrastrukturë mund të ketë. E kupton? Do të thënë që po i gjitha është bëje këtu plagë, domethënë. E kupton? Ndërkohë që në Majorkë aty nuk të njeh njeri, ti je komplet, domethënë mund të vjetosh atje dhe nuk e di fare njëri që je milioner, mund të jetosh komplet në privatësinë tënde. E kupton? Ç'e dua të jetë? Por jo, po ç'e dua të jetë, po. Që do dhe jetë për imagjino shkon atje, shkele dhe trajton me isoj si tjerë. Ndërsa i thu ti që do përësit shampanjë, nga të shtrenjtë. Shaboj. Edhe aty pas e të hapet dera dhe një lloj respekti e merr, po ama shefët e grup të rinj që janë njëtë me ty, ke marrë edhe shampanjë. Dhe më thëmë po paguaj njësoj si ty, e thua atje që karen pedhe, kur këtë shumë do t'i gjojën. Imagjino t'isha aty ke vila ime, të shifë të filani, bistegu. Ka rrit plago hapja e bythës. Po shifja një shef japonez që po bënte një lloj sushi, kupton, dhe me demek ç'a bën ky tani, e fuste midhjen në në byth, edhe në një pot me akull. Dhe në vend të ujit, nuk ishte ujë aty, po kishte hapi një moet, e kupton? Ose dikush do shkonte më shumë, do hapte në një dom Perignon, do e hidhte aty dhe i zhyste era aty, pastaj e nxirte, pastaj e hante. Edhe që kush e di çfarë, do thjesht ajo si mundet ta shtrentojmë një gjë më shumë, e kupton? Pse përfundon çdo lloj eksperience që mund të jetë edhe këndshme, se mund të marrësh vesh ose mund ta shijosh eksperiencën nga ai vendi që po shkon. Po pse shkon gjithmonë ose drejtohesh ke gjërat më bazike pastaj. Domethënë ai hamburgeri në rrugë, ato qoftet në rrugë ose në ai doner, në gjë ai bazike thua, sa ka shiu kjo. Po i kthesh pa ajo është baza, profe. Në të tjerat janë garnityr, janë për të arritur tjetër kundër, po çesh, më bëj. Mish. Pukasi qofte në mesh. Ka marrë malli për qofte shqiptare, ato i bën ke Gjakova aq të mirë, moment qofte të Gjakovës, si më. Po, i më si më. Yll. A çik salc quesi. Ato salcin që bëjmë ato larka të janë, çaj. Përshëndesim Gjakovën që ka. Përshëndesim. Që s'ka bërë sponsor të
podcast. Se nuk e bojnë asnjëherë atë podcastin, se e kanë mini me bua ato qofte të karit, për leva ato qofte të sekondë, Isha qofte, bur. Qifsha qofte. Bur. Bli kur sjellin birrë ti thu, du qofte gjona, du 1 2 3 5 gjona, sjellin birrë. Parë. Si do qofte të. Kodë. I çam mentalitetit. Ora për qofte, era për qofte. Nuk e di. Nëse është madhështore. Ka marrë malli për Shqipërinë në Lucifer? Vene, Për shembull, shefat vene do them drejtën që po merr malli për pushime, se sa herë që shkon në Shqipëri tani, je pushim. Je kështu si, je pushim. Si e lidh gjithë atë jetën tënde, do të thënë e lidh me pushimet tani, do të thjesht e shef kështu si relaks. Po ku shkon në Shqipëri plagë, ti hapesh shumë bythesh me që jeton jashtë, siç mund të pretendojnë njerëzit që bëjnë këto rrobat që shkojnë. Kundërta, unë jam ti di si jam, ku të më qifem, ku mos dukem. Totalisht kundërta. Unë burresh ti për shembull që boj fillo cigare në kohë, thon. Ço pi cigare ndaj purë, kështu si jam, pjeçi këtë është mirë. Boj një whisky se s'mpranon organizmi asnjë gjë mjes. Kot. Po, nëse i bëj gjithë gjona dhe i bën shpitate, unë e vlerësoj prapë më shumë, apo jo. Domethënë nëse do ta hapësh atë momentin që ta shijosh në shpitate, po them. Domethënë nuk e shef njëri fare që ti e ke pi atë. Po ti e ke shiu. Është një lloj tjetër vlerësimi. Ose një konjak të mirë, për shembull, ose një pjesë shtrenjtë, thua. Sa më shijon ajo prapë. Po e bë për të bëtur, po e bë për veten. Po në ke vënë domethënë një gjë të veçantë plago në shërbimin në Shqipëri, për shembull, ku shkon. Mënyra se si është ky brez i ri, domethënë, këto të rinj që punojnë në industrinë e shërbimit. Se di kam vlerësuar Shqipërinë në punë, kam qenë për gjithë ato gocat që shikoja kështu si kamerë gocat të vogla që punonin. Aty e kemi me shik gocat të vogla, Epstein. Epstein. Po tash ne skemi ishull, apo kemi Sazan. Kemi. Skemi ishull ne. Gocat kam qef plagu e shoh shumë punë. Nuk e di pse. Vërtet po ishte të punu, o legend. I do të më pa gocat vetëm keq duke punu. Çon nga që fillojnë më vonë, ku vin kamarien vin kështu si sklipeca, por si kjo pse rri kisha moda, si gjë si rifit. Po, edhe janë kështu si, ta paka duket sikur vibron. Ndjeva pak i ofenduar se sapo më përshkrove mua. Na, gazikari. Si më thënë, montoshin sa tjera ose sepse kam respekt për ty. Po tjerë disa montoshin për ty për vetë, në këtë moment, na gazikari. Qa vabe. Mendoj kështu prove, gjose shefet e gocën që ka shumë prezent, që ditë flasin më mirë, që dita marrë pak shishin, të normalisht do e lesh. Që të merë ajo pak më, do të merë që shishin. Ajo të merë pak shishin. Shishin, do merë pak shishin. Ma pi pak shishin. Përdo? Ma merë pak shishin. Ma merë pak shishin. Ma merë pak shishin, edhe ti e që e merë shishin. Jo, si se ka marru. Po ti se më merë pak shishin. Po që të thëmë, që më dhemër. Unë e shu jamër. Ne kam lërsu atë prezencën e femrës kudo që tjetë për me. Qa i pa famë është fja, Po ta knaq edhe syrën e më. Ta knaq, jo shumë se ta knaq. A ta knaq syrën e më? Jo, ta knaq. Po ta knaq e për, ta knaq syrën e më. Ta knaq. Jo, ta knaq. Por ta ishte klaro se isha në një vend do të tregoj këtë historinë sepse ishte për të treguar. Që një vend plago që dominanca e këtij vendit tropikal ishte me njerëz Meksik. Zezak. Jo. Zezak. Do ishte kjo kënga që dominonte. Zezak. Dhe unë shkoj në plazh me familjen time normalisht dhe qetësi absolute. Çuditërisht të gjithë turistët ishin të bardhë, plago, me të thënë drejtën. Por kishte në që shkoja nëpër plazhi kështu publike, kishte edhe njerëz vandalin, domethënë, që vinin aty. Edhe nuk ka asgjë gjë të keqe normalisht. Tani vjen moment plago që vjen familje e zezë. Domethënë jo se ishte e zezë, domethënë ishin ngjyrë lëkurë. Jo e zezë në shpirt, ngjyrë lëkurë e zezë. Po. Dhe vjen aty plago. Fillon të vërtet. 100% fillon të vërtet. Çfarë bën? Jo, ishte qetësi absolute në plazh, plago, dhe vjen kjo plago dhe sjelli bokse plago për ta vënë aty tash mos sa pash boks tash mos. E di sa ishte ai boksi plago? Sa ishte? Ishte deri ke kërthiza ajo dhe. Që
ti edhe çuni i gjatë. Si organizohen për që e merr atë nga dhoma gjumë. Po plago, do në ajo vite do ta merrje me dolli, do ta merrje me një nga ato pajisjet shumë me 2 rrota, e kupton? Nuk mund ta ngrije vetë. Do nuk ishte thash se po pse kaq të madh më burr, domthon me thon drejtën ishin o plago, ishin të varfër, por problemi është ai vetëm ai boksi mund të ketë kushtuar. Po kishin të pasur, 500 euro plago. Po çfarë duhet ty, por çfarë duhet ty se ke shku për relax. Ti aty buzën lart dëgjoj atë muzikën fjelloja i plago, vuni atë. Edhe ishte vuni atë plago, por nuk ishte muzikë, vuri radio plago. Edhe të betohem që më fiksu aty dhe kur t'jeni dhe jerë në Karaibe ose në Amerikën Jugore, do ta dini që ekziston një radio plago dhe është njëri që komandon të radio quhej Junior Casavera. Po plago Junior Casavera. Do 5 minuta po te Junior, pse ishte kënga duke kënduar? Të si shuti bachatash. Junior Casavera, edhe fuse fjalë plago për ta bërë më të bukur, rrite, po edhe fuse Europa. Europa. Po, ti se fuse aty Europa. Amerika. Europa. Po kjo tash po dëgjonte emisionin preferuar se nuk e lete dot. Dy e drejtës. Ishte se mos i ikte podcasti këtij. Edhe s'ka fare. Iku gjithë zona aty, domethënë u vërdhon të gjithë. Po sa ishin se zakonisht vikin kështu si tufa. Ishin shumë? Ishin 4 vete, ishte një familje, ishin nuk e familje, vetëm burri, gruaja, 2 kalamoj, po ishte edhe një gru tjetër e madhe që mund të jetë motra gru s'ka se gruaja tjetër 2. Ishin familje e hapur besoj. Po, kishin marrë dhe ushqim plago dhe e forta ishte sepse duke qenë se dashnore. Ishin ndërtesa në plazh plago dhe për të futur realisht në rër, ishin vetëm ca shtigje të vogla, kupton? Një shteg ndoshta po themi 1 metër, e kupton? Vetëm aty nga rruga vetëm më shumë mund të kalojnë plazh. Dhe këta nuk është se kishin marrë çadër, si do thosh ti kishin marrë çadër, se janë venalie burr kishin çadrat e tyre në vun çadër. O plag netën mua aty ku futesh aty domethënë që aty kalonin të gjithë, kush hyten plazh hyten vetëm aty mund të hyte, kupton? Edhe ndoshta në një tjetër që ishte 1 kilometër më anë. Dhe mua aty njëri plago dhe pa aty ishte një pemë, dhe te kjo hije kësaj pemës kishin hap ushqim. O plago nuk e di. Ikti nga tonë gjë ka. Se mund të jesh kurioz në herë thua. Gjona shumë të mira. Gjona shumë. Po. Me shumë dashni e vor. Tashi unë nuk doja të isha para gjykus, po thashë vete. A mund të ishin të bardh? Tashi mund të ishin të bardh, po mund të ishin në 20. Po. Është ajo mosha që s'di çfarë bën, me një box po kështu si cool, Mund të ishin. Në një moment doja të shkoja ti thoya plago që e ngrihet çik zërin se nuk e dëgjon ai atje. Për njonin aty që u di. Kush e di si dëgjon? A plazi ka si dëgjove atje, nëse do të afrohet. Ka që ka volumin kjo plasë më shprish nga teta e sipër më shprish deri te teta ka mu. Po sa e ka ulën. Unë aty kuptoj plago që ai shkreti, ai do aty kuptoj problemin aty pse e marrësh lart. Ai thotë, po për tulit, sa e ka tulit? Ai thotë, nuk ka tulit, ke tetat edhe 7 nuk punon më. Ke tetat edhe 7 nuk punon, tetat e 7. Tetat e 7, tetat e 7. Që se përsërit 2 herë të sonjeri për vetes, nuk është do zgjidhesh ai gjë. Por ju gjithë që na i dëgjoni tani. Ti do të thonë një gjë, je nga këto tipat plago që fillon përfshihesh? Jo, unë mund të ish lëvizë për vetë. Unë e kam këtë fuqi, nuk kam smerr me njerëz. Po kur pagun 35 euro plago për shembull për atë shezlonin aty, nuk është se do me lëviz direkt apo jo, thumë vetë atë si po rri e jort pak. Aigu, u pa jeta ime, kjo është fatime për çfarë do bësh? Do mbyllesh veshët, do vesh kufjet, do vesh syzet edhe hajt, shkëputesh. Çfarë do bësh? Gjithmonë kështu ndodhur. Për shembull, zeti një vend mirë aty Buzdeti dhe thua tani do ta shijoj. Do të gjej zhurmën. Edhe aty ka një rrip ku mund të kalojnë vetëm 2 kom. Është një rrip i holl fare. Aty gjen dikush plagë tulet. O tulet ajo. Dhe peshqirin aty plagë dhe ulet. Po vetëm byth. Vetëm ze pamjen ty, bro. Ç'ti bësh? Ti që shoh. Unë det nuk futem dot. Ta shtroj peshqirin det. Unë aty do rri. Unë se më parë plagë vjen ditë jo. Edhe kështu është dhe jeta. Mendon se i pari, unë jam bosja të blejt. Kështu është dhe jeta. Ashtu është dhe jeta.
Tjetër jetë. Varsën e futet bythën ke goja. Tash kur janë dy goca, është problem. Fal do të fus bythën ke goja, ai që se dëgjon mirë. Fal do të thëj që të fus bythën ke goja? Jo, thash, a varsën e futet bythën ke goja. A të futa bythën ke goja. Çfarë do të fus karin, me që dash ke bythën, dhe thot ai ty se është i shkallës. Nga jeni shqiptar? Po. Ati është më bete ju arë karin. Jo. Kemi rasit disa herë për që më duket edhe vetja shumë i keq. Kemi rasit shumë herë me një grup shqiptar, po themi një çift shqiptarësh afër. Edhe gjithmonë mos i flasëm. Ja, pse? Kot. Se kam shkuar për pushim më ka. Nuk shqiptar kanë një gjë të keqe. Po, kanë një gjë të keqe që po morën vesh plako të ngjiten. Po kështu janë dhe italianët. Kam vënë për shembull që po ti flasësh italian me plako të qepë. Ja, albanez po. E nga do ikim pas temas ditë marrim gratë shkojmë në event. Ja, më keq. Çfarë grash do marrim ne apo po ikën ne. Nuk do më marr gratë. Po shkojmë me gratë për ik. Që jam moda. O prova, se kam marrë mall me lexuar libra këto. Ne vedi, s'po bëj dot asgjë. Si dalin sa njerëz. Nuk e si e del plako. E vërteta është që jeta bëhet shumë, vjen një moment plako që bëhet shumë e zënë dhe nuk ke më para si gjë. Dhe e fillon ti plako për shembull ta mendosh jetën tënde para se ti ishe i zënë. Domethënë kur ke qenë pak më i lirë për shembull, kur ke qenë pak më i ri, kur ke pa, o plako kur vjen në shtëpi për shembull dhe thoshte do flej gjuhën, plako, nuk do bëj asgjë, s'më do kam apo gjë. Po më. Ora rish deri në 2 mjesë kohë. Do ta gdhisë. Pse kohë? Po. Nuk e di, ose pse më shkoj në banjë plako dhe nuk gdhisje me. Se do ta gdhije. Imagjino plako. Jo çakare. Sa naiv mund të kem qenë plako kur ishe i vogël, thosha doja ta gdhija plako, kisha ëndër. Ndërkohë sot plako lutem më plako të më vjen sot, sigurt vetëm flej. E gdhije. Sigurt flej në orën 10. Isha me çunë dhe po kena pi, e kena gdhije. O plak, kena gdhi, ka gjeni fletë, luftoj e gjumin në plak. Do thondi? Luftoj e gjumin, ndërkohë që tani je në fazën plak, thua me vete, sikur flesh nga ora 10 o plak, imagjino të flesh në orën 10 darkës së plakut, po ti je i lodh për shembull, të flesh edhe të zgjohesh në mëngjes plak, në orën 8-9. Po, na morim qaf kemi grimin. Jam gati të kthehem për. Ja do bëj një 200.000 euro plak deri një shtëpi në jug atje do jetoj një jetë. Aq kjo është ëndra ime. Se shef për. Se ka shkuar shtëpi. Milion e gjys. Jo, një shtëpi normale apo një apartament apo. Se di që tokat. Apartamentet nuk janë shtëpi, janë apartamente vllai. Kujdesi çika. Po një apartament më obor, çfarë është shtëpi? Apartamentet kanë shku 600.000 euro, më ku dëgjon, shtëpimet janë kështu. Okay, po rrik ne më që. Po vujk ne. Po më mirë vujk ne. Shumë keq. Se si e shef gjithmonë atë pensionimin në Shqipëri? Dash pensionin në Shqipëri? Vërtet? Po normal, po shkëtem. Çfarë veni për shkak? Saran. Nuk e di, det. Nuk ka rëndësi. Në vërtet, do shkosh në det në Shqipëri, por do rish aty të çosh. Ashtu bëj gjithë pushimet e mia, do nikin det. E kuptoj, por kam fjalën që kshu e shef shumë atë se mund të jetë çike mërzitshme plak. Çosh të mëngjes, të fillosh të billesh domate, besoj apo jo. Do merresh me një gjë se ç'do të bësh aty. Nuk kemi baçë me ato domate, ato patate, që i bën ato të specat ato çaqefi. Sa e kuptoj atë filloi muhabeti ka. Sa ti janë vos vecat këtë vit. Mashallah. Ja shive. Edhe unë mos e të pleqë të smurë, hap gojën e tregoj diametrin e specit e bërë fus në gojë. Shive s'futet në gojë. Që të tregoj bytën se të tregoj dot, po gojën po tregoj. Çfarë muhabeti. Nuk e di. Me specet dhe moda. Më du vete i moment si vis pupa, sa i bëk këto krasime edhe me specet dhe moda. Po, vis pupa, është shfirë. Po gjo, po pse nuk e menduar për shembull plako jugun e Spanjës, jugun e Italisë. Po, e mendoj gjithmonë për po mendoj që andej poshtë. Është më lirë në Shqipëri apo? Është më lirë në Shqipëri. Si do që ta marrësh më lirë në Shqipëri, që të jetosh paktën mos rrish shkare dhe të futesh punë në pension. Është më lirë në Shqipëri, a? Tash them drejtën, kam qejf të ishit si ka pas ai si ka Einsteini. Einsteini mod po që bon shumë i zgjuar ai vërtet. Është inteligjenta, kokë shtete. Kokë shtete. E morim qaf politika, Trumpi.
Ai e më trama për zot. Nëse. Ikim për Ky podcast, faleminderit gjithë ju që na mbështesni. Ne jemi në një fazë realisht që jemi shumë të zënë dhe mundohemi shumë pak. Mundohemi shumë për të bërë sa më shumë podcaste dhe mbështetja juaj është shumë e rëndësishme. Kështu që faleminderit gjithë ju që na mbështesni në Patreon. Dhe ne vlerësojmë pa mas. Madje nëse keni megjithëse kanë sforcët e veta, megjithëse gjithë janë çfarë më. Sa fëmijë që janë shumë të mirë. Janë shumë të mirë. Ta përmirësojmë, në më shkruani dhe unë ju e din që i dëgjoj gjitha, i lexoj gjitha, pa çka se nuk kthej përgjigje gjithmonë direkt, po mundohem në një moment t'ju kthej gjithë përgjigje. Po ja kthen indirekt, ja kthen podcast me një dashuri, me poezi. Bles, e di që bëj një poezi, lutem. Po. Në ato që bën nëpër intro. Se s'ke shkruajt më, Këto breakët e argjenda, çfarë mbajnë aty brenda? Një të gjatë e dy të rënda. Do të gjete. Perfekt. Nëse të ka bodë herë tjetër, po do të ndani. Ikëm. Lucifer, e lofshi ditë mrekullueshme, një ditë ai sa të kanë ngjerë ajo ditë e qelbur që ke. Edhe gjumi shoh. Faleminderit. Un gopsh me gjumë. Ne çamo bëre ose. Edhe i qinë un gopsh me gjumë. Hajde Kredi. Hajde Florgjini, natë mirë Florgjini. Hajde real people, hajde. Hajde, ciao.